Live from Tirana në Top Albania Radio. Mirëmëngjes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka, zëri që po dëgjoni në këtë momente do të jem shoqërues si juaj deri në orën 12 në mesditë për gati 2 orë në transmetim të drejtë për drejtë në valët e radios më të madhe më dashur në vend në Top Radio dhe në kanalin numër 10 në digital me audio dhe video. Për të xha me mua ndodhet kolegu im Wizy DJ, do t'i bëjmë shoqëri pasi që thash me të ftuar interesant dhe mbi të gjitha muzikë e mirë që ka qenë është dhe do të jetë gjithmonë kryefjalë e Top Albania Radio. Këtë pjesë të parë nuk po e nis vetëm si zakonisht, po e nis me një të ftuar që jam i lumtur që e kam në program. Ne gjithmonë i trajtojmë me shumë dashuri shqiptarët që kanë sukses jashtë kufive të Shqipërisë për shkak se ne kemi ditur gjithmonë paragjykimet që janë bërë për shqiptarët e për shkak të kusheve të vështira që kemi emigruar, paragjykimi dhe stigmat që kemi pasur për origjinën tonë, ka shqiptarë që ju e dini kanë shkëlqyer në skenë ndërkombëtare, por shkëlqejnë edhe duke bërë artistë ndërkombëtar të duken më bukur. Sonila Velja është sot në program me mua, një grimierë shqiptare, me zhvillimin e aktivitetit të saj në Shqipëri, por prej vitesh në Itali duke grimuar duke i bërë atë make-upin e bukur emrave MNZ, të medias, showbizit, kinemas italiane. Mirë se vjen në program e dashur. Mirëmëngjes. Si u gjeta? Përpara se të kalojmë te këto detajet që publiku ka shumë kuriozitet të di se si janë nga afër e të tjera, le të njihemi pak me ty më shumë. E para një arsye ti, si jeton në Itali për vitesh kam përshtypjen? Unë jetoj në Itali për 30 viteve. Kam 2 vajza, kam 2 aktivitete, 2 qendro estetiko. Punoj për 10 vitesh në Sanremo, Miss Italia. Kam filluar karrierën time në Miss Italia radha parë, domethënë për të grimuar le konkurrentët e Miss Italias. Pastaj fillova në Sanremo, Venezia, Fashion Week, Dubai, New York, Istanbul, Parigi, Londra, të gjitha me radhë. Do të marrim pak me radhë. Po jam shumë kurioz të di herën e parë që ti vendose të ikësh në Itali. Pse ike, si ike, çfarë nuk po të pëlqente me jetesën këtu në Shqipëri? Atëherë, unë s'kam vendosur unë për të ikur në Itali sepse isha vetëm 13 vjeçe, por familja ime domethënë vendosi të emigrante dhe unë i ndoqja sa tjetër 13 vjeçe. 13 vjeçe, pra familja jote ti e rritur në Itali, në San Benedetto. Jo, në Shqipëri po them. Në Durrës. Në Durrës. Pra familja jote vendos kur ti ishe 13 vjeç të emigrante në Itali dhe pastaj ti more zhvillim njerëzor, profesional, të gjitha. Edhe ti pak më parë the që kam vuajtur shumë, domethënë, atë punën e integracionit në Itali, sepse kishin shumë paragjykime ndaj shqiptarëve. Edhe sot domethënë jam shumë e gëzuar sepse ato njerëz që më paragjykonin, domethënë dikur stranjera, imigrant apo çfarë them unë, tani vin ke dyqani im, domethënë të lutem, më bëj këtë, më bëj atë sepse kam krijuar diçka atje, domethënë jam vetëm nëpër televizore, jam duke bredhur botën për punë, dhe ato janë të njëjtë njerëz që kanë qenë më përpara, s'kan ecë përpara, nuk kanë më anticipu. Edhe kur i them të kujtoj dikur kur se këto kanë një gjë italianët, nuk të duan që të hesësh më përpara. Dhe kanë shumë të vështirë. Shumë. Ta pranojnë suksesin e tjetrit. Janë racist anke, madje nuk. Vërtet se kjo thotë më shumë në fakt për janë shumë racist. Pastaj kur të shikojnë që je për shkak njëri integruar në botën e tyre, të krahasojnë dhe të marrin paratë, kur bëhesh i rëndësishëm për të dhe kur krijë një emër madje. Ato duke ditur se kush jam unë tani, domethënë, ato vdesin të rrinë afër meje për të thënë që është mikesha ime, është e njoh dhe unë Sonilën, quindi kam proprio këtë gjë. Por në fillimet e mia të para të jetës kam vuajtur jashtë, pasi isha e vockël dhe më shikonin erdhi kjo shqiptarja, domethënë më largonin edhe nga shkolla dhe kam pas problem, domethënë. Si ishte hera parë kur le Durrësin për Italinë? Në cilin qytet shkuat? Ne shkuam në Rom si fillim. Në Rom, pastaj prindemi nga Roma, vendosën të shkonin në Milano, kur klima është e tmerrshme, domethënë vetëm ngri, vetëm unë Durrës isha mësuar domosdoshmë me plazhe, me një atmosferë komplet ndër me diell. Në Milano vetëm ngri, pastaj milanistët, milanezët janë proprio racizmi pur. Edhe tani ato proprio vazhdojnë të shikojnë shqiptarët me një shikim tjetër.
Edhe kam vuajtur jashtë masës sepse nuk kisha shoqe, nuk kisha asnjëri. Domethënë vetëm me familjen në shtëpi dhe shkoja në shkollë vetme për një të punonin. Kam vuajtur jashtë masë. Kam kaluar një fazë depresioni proprio për mënyrën se si isha e shmangur nga të gjithë të tjerët, domethënë. E refuzuar. E refuzuar. Fakti që unë dija italishten, sepse këtu në shkollë më kisha mësuar domethënë italishten, më ndihmonte pak që të kuptoja kur më shanin, kupton? Sepse unë shikoja ato më qeshnin dhe nga mbrapa më shanin, no? Në përdhëm, po. Ti je martuar apo jo? Ke dy vajza, me shqiptar, me italian. Me italian. Po, për 20 vitesh. Për 20 vitesh, më tregon pak tani se i kam shumë qejf këto histori të Rolls. Si e njohë ti këtë dhe ishte nga këto dashuri që ta bëm bam për herë të parë apo erdhi kështu? Atëherë, unë këtë në fakt nuk ishte shoku Vincenzo, okay. Ishte shoku i një shoqës time. Edhe ne dilim kërcenin bashkë, domethënë, no? Po më nuk më pëlqente fare se ky ishte bënte karabinier. Dhe ne shqiptarët kemi karabinierë të pokës nga filmat që shihni më së bravo. Edhe nuk më pëlqen, domethënë të drejtën, no? Ky vdiste mas meje. Edhe thoshte Angela shoqës time, me la faj ma pretendot pak lutem. Ajo thoshte, po, ajo s'pëlqen, nuk është e kohë që ti jeri nga mbrapa sepse ajo ka standarde të tjera, no? Po më pëlqen shumë jashtë masë. Nëse dolëm një natë, unë kisha pirë pak, domethënë. Po gjithmonë kështu ndisin gjërat. Edhe u prezantuam, domethënë, kërcyem, ai ishte bravo për të kërcyem, ndam numrin e njëri tjetrit. Çfarë ndodhi në këtë moment? Pas një javë bëra një aksident. Okej. Në makinë dhe Angela merr këtë në 12 të natës. Ky erdhi i pari ke vendi ku ndodhi aksidenti, na çoi në pronto soccorso, pastaj gjithë javën më ka marrë në telefon, ke probleme, ke nevojë për një ndihmë, të çoj këtu. Kujdes maksimal. Kujdes maksimum, që më tregoi domethënë që u binda që është një person që ja vlen me vazhdoi një frekuentim, domethënë pastaj çfarë të dali. Ai mbas një viti nuk e shtyu më vonë tha, të lutem, unë do të martohem me ty sepse tha një vajzë e mrekullueshme me tradita, domethënë me shumë me vlera, e tha më pëlqen shumë, nuk do të humbas. Edhe familja ime ishte e gatshme sepse ne shqiptarët kemi po fejo të martohesh, mami thashë nuk ishte që e voskë 24 vjeçë. Po unë duhet të martohem. No, nuk mund ta humbësh tek këtë rast, por unë doja jashtë masës sepse ishte një person që është fantastik. Ti në fillim më the që nuk e kishe fort qef, karabinier, se pëlqej këto karabinier gjithë. Kur ishte ai momenti që ti fillove? Karabinier sepse ai ka mfaqe të ndërpreva, ai ka një karakter shumë preciz, është proprio fiskal. Ndërsa unë jam më easy, jam proprio i marr gjërat me shumë lehtësi, domethënë jam kështu. Ai është punktual, fiskal, është rrektësisht ndaj ligjit për gjithçka. Dhe unë ne jemi shqiptar komplet kundra ligjit. Më vëm fazë. Ja mos sot funksionon kështu si elektronia. Nuk u ndihshim në këtë pjesë. Unë i thaj dëgjoj, nëse do shkosh dakord me mua, gjërat e tjera këtij punën e ke punë. Por në familje, në intimitet, nuk ka ligj. No, mos më vëmë ku është ligji, domethënë në makinë. Një rast shumë thjesht. Ne jemi makinë, mbaj hyp dhe pa rrip, domethënë così, ose velocitet, ose për shembull semafor, arancione, kalos, ka problem, ai fermati, ndalo këtu, bë këtë, bote, o Vincenzo, non ce la faccio me qenë si je ti, je shumë i rrept, unë jetën time, e marr më easy, e marr më thjesht, e marr më si të vi, si shqiptar, domethënë prapë tamam si shqiptar. Ai më thoshte mua, të lutem, mos u si shqiptar, ti nuk je shqiptare, unë jam shqiptare dhe nuk e moj kurrë se jam shqiptare. Tani domethënë ai ma ka kuptuar karakterin dhe i ka kaluar të tëra gjëra, domethënë kështu, pa problem. Mirë, e përshëndesim Vincenzon se besoj do e shohë këtë intervistë në YouTube. Ne do të shkëputim për pak hapësirë marketingu, që e di, ti besoj edhe nga shoqëria që ke, që sa i rëndësishëm është marketingu. Edhe rikthehemi shumë shpejt në Live from Tirana. Sonila Velia vazhdon të jetë në transmetim të drejtë për drejtë. Dhe për të ribërë dhe njëherë një rezume për ju që sapo e keni hapur radion, po e them vetëm kaq. Monica Bellucci-n ne e kemi parë për vitesh në ekran, ajo ka pasur luksin të agrimoj, por i marrim gjërat hapas hapi. Sonila, atëherë, si ju futet ti botës grimit, botës estetikës, pra kush ta kishte dalluar të talentin dhe
Pastaj më tregosh se si u përvetsove të këtë profesion, si nisi të futesh në festivale të rëndësishme të Italisë, në kompeticione, në televizion, apo duke grimuar artistë me të cilat ne jemi rritur, edhe i dashurojmë, kemi ëndër, ti takojmë një herë. Atëherë unë isha në shkollë, domethënë bëra shkollën për 3 vite, një akademi për 3 viteve për të bërë estetiste dhe make-up artist. Në shkollë, në vitin e dytë të shkollës, domethënë, shkolla kishte kontratë me Miss Italian, ku kërkonin grimier Miss Italia. Ka qenë në 2007 kjo event, edhe kërkonin grimiere, edhe bëm një konkurs gjithë shkolla, domethënë, të 3 viteve të shkollës, viti parë, klasa parë, klasa 2, klasa 3, edhe domethënë ti imagjinoje vetë se sa njerëz mund të ishin nga gjithë shkolla, edhe fitova konkursin unë dhe 3 tjera nga gjithë shkolla për të shkuar te Miss Italia. Filluam të bëja Miss Italia domethënë vitin e parë si grimiere, edhe çfarë më përfitova nga kjo gjë, shpejtësia ime. Në radhë parë, që jam e brava, domethënë jam e shpejtë. Po shpejtësia sepse në Miss Italia kemi një 15 minuta për të bërë një make-up perfetto. Ato të sjellin Miss Italia dhe thotë kjo numri për 15 minuta unë dua të përfunduar. Ato të gjithë regjizorët di se kush e ka lyer, për shembull, numri 15 e ka lyer Sonila. Nëse është në rregull, kalon garë dhe ti je Nëse për shembull në 15 minuta ti nuk e ke lyer siç duhet, ajo klasifikohet, po edhe gjithashtu humb vendin e punës. Domethënë, edhe unë këtë gjë e përfitova sepse nga shpejtësia dhe perfetto. Për perfeksion, komplet. Fiton ti atë. Edhe me vite me radhë, domethënë ato më bën kontratën, domethënë për disa vite me radhë, pastaj nga aty më kërkuan për të shkuar në Sanremo. Domethënë hyra në një database di Rai Unos, ku të gjithë eventet. Si u futet aty? Po thjesht nga Miss Italia, ato. Të panë, vunëre talentin tënd. Talentin tim, vunëre shpejtësinë time, vunëre shkallësinë, vunëre komplet, edhe se duhet të jesh pak edhe e shkathët për edhe mbi gjitha dhe si mund të them silencioza. E qetë, bravo, e qetë. Pa shumë zhurmë, edhe pa bërë thashë theme, domethënë që çfarë mund të shikosh, ti nuk mund të përcjellësh jashtë. Gjëra që shef, domethënë sepse aty gjëra ka shumë, po ndodhin gjithçka para skenave. Do na thosh një gjë sa po. Apo ato nuk të lejo të thuash. Diçka të boskën. Domethënë ato panë që unë isha për shkak dhe gjithmonë e thjesht, gjithmonë e gati për gjithçka, sepse në shumë raste për shkak na thonin që sot keni pushim, nuk ka asgjë. Në moment u ndryshonte programi, na merrin telefon, kush mund të vit me grimuar Miss Sportiva në Filan hotel. Shoqëritë mia magari kishin shkuar për të divertu dhe unë isha duke hangër drek, loja drekën, vijon. Shkoja me vrap, domethënë. Ato vlerësuan shumë detaje që unë si u sillja, domethënë, edhe më thanë, ne na pëlqen shumë si person. Do të marrim për Sanremo, do të është një Festivali Sanremo. Festivali Sanremo është fantastik, pero ka një lodhje të madhe. Vërtet? Ka një lodhje jashtë madhe, domethënë. Çfarë bëhet aty në Prapasken? Sa punë ka aty? Atëherë ne fillim punën në orën 8 të mëngjesit në radio. Ja, fiks ku jemi këtu. Ato vinë dhe bëjnë intervista në radio. Gjithë radio i ftojnë me bërë intervista. Dhe nga radio pastaj shkojnë se ka shumë sponsor që i ftojnë, domethënë për kush ka hap një lokal të ri, kush ka hap një showroom, kërkojnë i bëjnë sponsor kantantit, e thrasin që ai të vi aty për të bërë 2 foto, një cocktail collaboration. Edhe ne do të ndjek nga mbrapa, domethënë në radio, në për këtë collaboration që ai shkon në Mazite, shkojmë në hotel, i përgatisim për në darkë, për mbrëmjen, për shfaqjen, pastaj nga aty shkojmë edhe ke Aristoni, domethënë, edhe rrim gjithë natën për të bërë një retouch. Në gatishmëri, po. Sepse ato djersiten, kanë emocione, sepse janë orgar, domethënë, dhe janë të tërë të emocionuar, edhe sepse i kemi grimuar, ato janë proprio, edhe shkojmë edhe aty deri në orën 2 të natës. Nesër prapë në orën 8, domethënë është një lodhje e pa, nuk kemi orare as për të ngrënë, as për gjë. Jemi vetëm në gatishmëritë atyre, domethënë. Mbaj mend, para shumë vitesh kam lexuar një artikull shumë interesant i cili fliste për krizën e make-upit në Kanale 5. Dolën ca skandale atëherë që në Kanale 5 kishte mungesë produktesh të grimi, domethënë ma shpjego pak si mundet një televizion aq i madh
sepse Këtë probleme me grimin, si funksionon tregu ande? Jam kurioz nëse mund të shpjegosh diçka. Tregu funksionon kështu. Kush bën sponsor, për shembull Monica Bellucci, të marr një emër nuk mund të grimohet me një make-up pa vlerë, Kikos. Quindi dhe refuton, edhe ato kur vinë bëhen në programe, ato bëjnë shohin sponsor Kikon dhe kanë bërë shumë dhafe, domethënë me kuptimin që unë nuk mund të lyej me Kikon. Unë në valizhen time un kam gjithmonë Chanel, kam Dior, ma i kam nga ana ime, jo nga Mediaseti. Pra, po thuaj që aty duhen brende prestigjioze që të grimohen këto, prandaj ka pasur krizë make-upi. Edhe Belen që Belen Rodriguez, edhe ajo e njëjta gjë. Unë ishim në një program me Lorela Kukarini, në Mika Matissima, unë isha brapa backstage-it, kur kurova gjithë javën në këtë program, ajo nuk refuzoi të grimoj, sepse ne aty kishte vënë Rayuno. Vetëm më thuaj kështu, produkte të thjeshta, produkte të shtrenjta, mos më thuaj emrat se. Produkte shumë të thjeshta. Shumë të thjeshta, por që nuk kishin vlerë fare. Dhe Belen Rodriguez refuzoi me çfarë u grimua? Me valizhen time Chanel. Ajo tha, të lutem tha, nuk mos ma verë tha në fytyrë këtë dhe tha produkte, se unë tha i urrej tha. Edhe doli nga kamerino, unë pas e shkova ke Kukarini, që ishte prezentatrice, më vjen keq ashtu, unë si mund të sidhe me Belenin, se nuk don të grimoj. Për çfarë arsye tha? Sepse ta refuzon këto produktet. Tha, nëse ti ke diçka me ligje, tha, mund ta bësh ti, sepse tha, e dim se është ajo, është viciata. I egër tregu andej i këtyre kanë shumë janë shumë të dhastuara, për të tregoj një detaj, në Sanremo në 2016 Electra Lamborghini. Që është më duket mbesa e themeluesit të Lamborghini. Ajo është një viciata proprio pa fjalë, pa vend. Kërkonte ta grimoja në krevat. Mentre po flinte gjumë. E shtrirë? Po. Më thërritën sepse ne atë ta thrasin, domethënë kam dhoma 217 Electra, ka kërkuar grimin. Edhe unë jashtë derës ma hapën derën ato in manager, po. Edhe po shikoj, kjo ishte shtrit në krevat. Edhe më përri aty, më keni ftuar për grimin. Po tha, ja ku e ke tha. Thashë po flen. Ajo s'qohet, tha, du të lysh ta me të flen gjumë. Po s'ka mundësi, sepse njeriu kur kolaboron, hap syun, shikon po, shikon lart, sepse unë do bëja diçka legjere, të thjesht. Tha, ajo s'mund të çohet, mund të lysh ashtu. Domethënë në një pozicion jo skomodo, i pa menduar, edhe ashtu e lya. E si ishte rezultati në fund, i pëlqeu asaj? Shumë i thjeshtë, sepse nuk mund të bëja as një penel, as një eyeliner, as diçka, edhe maskarë me sytë mbyll, domethënë është e pa menduar që mund të dalë një diçka perfekte. Make-up me grim me sy mbyllur hera parë që po dëgjoj këtë mund ta bëj vetëm Electra Lamborghini. Interesante shumë. Është mbesa ju që na dëgjoni e atij që ka prodhuar atë makinën Lamborghini që ju e shihni rrallë në Shqipëri, se është pak e shtrenjtë edhe e gjitha me radhë. Sonila e ka grimuar e gjitha me radhë. Vetëm pas reklamave do të kalojmë tek disa foto, po këtë ikonën Monica Bellucci, sa herë e ke grimuar ti për shembull? Kam grimuar 2 herë Monica Bellucci. Si ka qenë eksperjenca me të? Fantastike, është një femër veramente, unë e dhuroj sepse është shumë e thjeshtë, domethënë nuk të vën në qetësinë tënde më maksimale, pa komplekse. Herën e parë domethënë në Venecia, në Festivalin di Venezia, më thërritet me shku këto maksaj. Tha zemër, tha, unë tha ja ky është fustani, mund të zgjedhësh tha ti tha si çfarë më shkon mua. Vërtet, ta la këtë, okay. Po, tha më bëj thjesht, mos më bësh shumë të ngarkuar se nuk më pëlqen tha. Thjesht tha më mbulo pak okjaj sepse kishte udhëtuar gjithë natën dhe ishte e lodhur domethënë, pak okjajet. Po, lodhjen po. Asgjë më tepër tha thjesht, tha kjo është proprio sikur ishim shoqe me një komunikim anci, madje edhe më thoshte, çfarë perde mund vej këtë të kërkonte mendim, po. Sikom që tha jeta e dinte që ishte shqiptare? Jo, nuk e dinte, sepse unë nuk prezantohem kurrë si shqiptare. Pse? Po, sepse është një kompleks im që është fëmijëri, domethënë kjo nga bullizmi, refuzimi që ke përjetuar atëherë. Si shqiptare, edhe sikom unë shqyr, domethënë kam bërë shkollën dhe kam humbur komplet theksin e shqiptar, domethënë nuk më njohin që jam si shqiptare. Pastaj kur hy në konfidencë, për shembull, dal nga një temë tjetër. Kujt ja ka thënë? Xhan Yaman, Xhan
Ilkan, aktori turk, kur kam grimuar në Monte Carlo me Ezio Greggjon, isha vetëm atë në dhomë, domethënë e grimova, edhe i thash Xhan, unë të adhuroj sepse oltre filma që shoh domethënë të tuet, po di që ti ke origjinë shqiptare, do unë jam shqiptar, ai më mori, më shtrëngoi fort ta komplimente, ta më bëhet shumë qefi për një femër ta shqiptare që ka arrit këtu domethënë në Monte Carlo, edhe i vetmi person që e din që jam shqiptar, e din të tjerë e din stafi, në marrëdhënie pune nuk prezantohem kurrë, jo, se fare. Qartë, mirë. Pak marketing sërish dhe rikthehemi shpejt në program.